Ç'kjo është? Pritshmëria ka qenë edhe tek mentori për lidhjen demokratike të Kosovës dhe për binomin a mund të funksionojë në mënyrë që sepse Zorin Osmani është thënë që e ka një pjesë të meritës për votën e vetëvendosjes. Nëse do të ktheheshin Pritshmëria jam s'ka qenë për binomin, ka qenë për Vjosën. Unë e kom thonë edhe këtu në studio, të të Arbeni që Vjosa Osmani me pas shku vetë me një farliste, sigurisht që e kish kalu pragun edhe ishin në zgjedhje. Momentin kur u bo bashkë me Lumir Abdigjikun, pajtona deri dikon me Korçën, kur thotë e shfryzon, Abdigjiku e shfryzon për çështjet vetat personale, për shkak se pa dështime të vazhdueshme të Lidhjes Demokratike të Kosovës, në ranje kështu në të lirë në të Lidhjes Demokratike në Kosovës në secilin palë zgjedhje që ishin në Kosovë, edhe Lumir Abdigjiku e ka konsideru si një shpëtim për karrierën e vetë. Edhe në këtë pikë, unë mendoj që Vjosa ka gabu e para që ka hy me LDK-n, po hajde që mirë, ka hy me LDK-n, po nuk është dash me pas Lumirin afër në çdo, do thonë, fushat, gjatë fushatës me pas gjithë. Të kaluarën Vjosa Lumiri janë parë si pak a shumë një tabor. Okej, po ata do të më bëjnë pak analizën, ata do të më bëjnë pak analizën politike që shka efekt e elektorati, se në fund unë kom prit shumë ma shumë që Vjosa ka me qenë shumë ma aktive. Unë po mendoj që ajo aktive është në teren, po propaganda e madhe e lëvizjes vetëvendosje në fakt ka efektin e vet. Edhe nuk është e lanë me ecë përpara. Do thonë ti me pa çfarë sulme shka ajo, çfarë sulme shka në për rrjetet sociale. Ajo po që po linçohet në vazhdim. Qasi lloj linçimi në Kosovë nuk ka pas deri sot. Atë ka problemi Ilir. Atë ka problemi Ilir. Ka ndryshuar situata. Atë ka problemi se ajo ka bashkëvepruar me Albin Kurtin, edhe e ka ditë sakt ç'është funksionon Albin Kurti. Ajo do është me kanë përgatitje kur e ka bën ndamjen me ti.